Durrësi është turistik jo vetëm për lashtësinë e tij. Si vend bregdetar është i vizitueshëm, i pëlqyeshëm, është një vend i bukur. Plazhi i Durrësit është plazhi kombëtar më i madh në Shqipëri. Gjatësia afro 4 kilometra, rëra e imët, gjerësia e përdorshme 150 deri 180 metra e veçanërisht rritja graduale e thellësisë së ujit janë mjaft të përshtatshme për banja. Këtu vinë për të pushuar edhe mijëra turistë të huaj nga Gjermania, Austria, Italia, Franca, vendet skandinave, Spanja, Turqia, Austria e të tjera.